Ti mëshirë. Ki mëshirë ku jemi o atë. Ki mëshirë. Ki mëshirë o atë. Lavditë ti. Lavdimit të tia. Ti shikon ekran. Është Matithjau është emri i tij vërtet, ishin hebrej. Dhe këtu është Mesia që merr shërbesën e tij, normale ka marrë kohë që në Mateu 4:4, kur ai tha të rrojë me anë të urdhrimeve të atij ligjit, që ishte cituar në në ligji për të rirë 8:3, që të rrojmë me çdo fjalë që del nga goja e Zotit Jahwe, jo që nga Mateu, nuk është fjala që në Mateu, se nuk e ndajmë as ti as unë, fjala që në fillim, që ne zanafilla deri në fund të përket ty ta praktikosh atë fjalë që nga zanafilla deri tek zbulesa. Duhet të mësohet në kontekstin e duhur dhe masandaj ti kështu nuk më katon. Por me njeri vën vizën që në zanafilla deri në masandaj në Malakia, deri këtu në Mateu, edhe i vën vizën sot edhe ecim. Ecim ndërkohë vazhdon shfrenimet. Këtu dim që në atë ditë Jashua doli nga shtëpia, u doli dhe ul në breg të detit. Turma të mëdha u mblodhën rreth tij. Kështu që ai hipi në një barkë dhe ul. Dhe gjithë populli rrinte në këmbë në breg. Okej. Dhe ai çfarë tha? Dhe ju paraqit shumë gjëra në shëmbulltyre, duke thënë: ja, një mbjellës doli për të mbjellë. Kemi dalë për të mbjellë, për këto 5 vjetët e fundit, për të mbjellë të vërtetën. Dhe të shikosh dhe ti, si është masandaj dhe çfarë është folur, të shikosh vetë interpretimin e duhur të çdo aspekti frymëror që ti mund të marrësh. Dhe e kam thënë dhe ritheksoj, Bibla është shkruar dhe ka në funksion, është për një që ka ndaluar së shkelur ligjin dhe beson tek Mesia Jeshua. Dhe është pagzuar në ujë për marrjen e dhuratës së frymës së shenjtë, që është prioriteti në jetën tënde. Ne sot citohemi gjëra, masandaj vazhdojmë flasim, unë kam frymën e shenjtë. Vërtet, pse po e shkel ligjin e tij çdo sabat, nuk do t'ja dish. Pse shkel festat e tij? E ke frymën e shenjtë? Fryma e shenjtë erdhi të mbajmë festat e Papa Gregorit, se ne nuk na pëlqejnë ato fjalë, masandaj dhe ka fajin vllai. Nuk e kam fajin unë. Janë disa dinamika në zemrat tona, në mendjet tona, që masandaj neve nuk i zgjidhim ato me krijuesin, edhe normal që do godasim dikë që na thotë ktheu, mos e shkel ligjin. Dhe ai paraqiti shumë gjëra në shëmbulltyre dhe jep shpjegimin më vonë, nuk do t'i lëm gjëra në shëmbulltyra, se shkrimi nuk është shëmbulltyra siç e kanë bërë sot, vetëm gjëra të paditshme, janë disa mistere tash, nuk mund t'i, ndërkohë kemi të paktën 80% të çdo aspekti të mirë që ne mund ta kuptojmë Biblën, të paktën. Dhe ai ka thënë, doli një mbjellës, të mbjellë. Dhe si tha, okay, ja pulim poshtë. Ndërsa po mbillte një pjesë të farës të këtij mbjellësit, kjo fara ra përgjatë rrugës. Dhe zojtë erdhën e hengrën këtë farën që ra përgjatë rrugës. Një pjesë tjetër ra në gurishte ku nuk ishte shumë tokë. Mbiu shpejt sepse terreni nuk ishte i thellë. Por kur doli dielli, u fishk dhe u tha sepse s'kishte rrenjë. Dhe një pjesë tjetër ra midis ferrave. Dhe ferrat u rritën dhe ja zynë frymën kësaj fare. Dhe ti e di që nga ana e agrikulturës, të tokës, vetë jam u rrita në fshat për 17 vjet. Kur ndodhin këto aspekte të tilla, nuk e frutshmëri, nuk e fruta. Okej, vazhdojmë. Do t'i marrim pastaj në ekzaminim të tëra këto 3 rastet që kjo fara pati pengesë për të mos qenë e frutshme. E unë lutem atë që t'japi kuptueshmëri në emër të Jashuas. Një
Tjetër farë, në të rast, ra në tokë të mirë dhe dha frut duke dhënë njëra 100 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Dhe fryma që ishte në Mesia thot, kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Thot në zbulesa në njëjtën kohë, kush ka në të rast vesh, le të dëgjojë çfarë fryma po thotë individualisht secili prej nesh. Pastaj po flet për aspekte të tjera që do t'i flasim më vonë. Ne le ta marrim interpretimin e farës. Do të rikthehemi atyre sepse po drejtohen sipas çfarë si fryma po më drejton. Prekë, okej. Dhe Mesia vazhdon të propozoje, mbas kësaj, ishte vargu 23 që prekëm, që ishin të frutshëm, kjo fare që ra në tokë të mirë, dhe dha si kush thotë njëri 100 fish, po thotë rritjen. Ose tjetër 60 fish apo 30 fish, si kush ishte gjende i frutshëm. Dhe i propozoi atyre një shëmbulltyr tjetër, tha mbretëria e qejve i ngjan një njeriu që masandaj prap thot, bolli një farë të mirë në arë vetë, dhe këtu po të jep në anë e përgjithshme, ndërkohë lart dhe më poshtë mas apo lart na dha pak detaje të përgjithshme, na dha disa gjëra të mira, për të qenë kjo fara që ra në këtë tokë, në arë, që ky njeri mbolli, ky mbjell si mbolli. Po ndërsa njerëzit tha po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egër në përgrurë dhe iku. Dhe më pas, gruri u rrit dhe jepte frut dhe u duk, por u duk dhe egjëra, tha. Si gruri dhe egjëra, por rriteshin bashkë, si që janë sot. Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë, Zot, a nuk e mbjell një farë të mirë ti, tha në arën tënde, hara ishte tëndja, ti e di çfarë mbolli, tha, sepse pamë që ishin duke dhënë frut ta persona. Ishte grupi që pam pak më përpara, që dha fruta, dha prodhueshmëri. Si ti e mbolle farën e mirë në arën tënde, nga doli kjo egjër? Dhe ai u tha atyre, këta e ka bërë armiku, tha. Atëre shërbëtori thanë, atëre, atë shkojmë dhe ta shkullim të egjën, tha, nuk ka është problem, tha, na jep komandën dhe ne do shkojmë. Por ai tha, jo, kam frikë se duke shkullur egjërën bashkë me te, do të shkullni edhe grurin. Dhe ti me njerë do të vendosësh kush je. Tani, ndoshta ke kuptuar diçka, po do të vendosësh. Do të jesh ai gruri apo je egjëra. Ti do ta vendosësh. Ti e vendos çdo mëngjes. Lini ta triten bashkë deri në korrëra, tha. Mos e shkullin tani, se ndryshe së bashku me grurin, mësandaj, dhe egjëra dhe gruri do shkulen së bashku, gjë që unë nuk dua, tha. Por në kohën e korrjes, unë do të them korrsëve, blitni më parë egjërën. E me njerë bie poshtë teoria e shkëputjes përpara mundimit të madh. Blitni më parë egjërën. Lidheni në duaj për ta djegur. Por grurin futeni në ambarin tim. Çfarë u gjykua e para? Çfarë u mblodhe para? Do t'i shikoj më vonë. O ishin disa në arë, duke mbrojtur mielin, njeri u mblodhi pari, u mblodhi pari. Tho, bliti më parë egjën, lidheni në duaj për ta djegur, po grurin futen në ambarin tim, ashtu si mbillet egjëra dhe digjet në zjarr, kështu do të ndodhë në mbarimin e botës. Kur do ndodhi kjo gjë? Në mbarimin, jo në fillimin e shtrëngimit të madh. Dhe kur shikoj dhe në italisht disa deklaracione masandaj që do dalë, se do filloj të flasë në çdo mundësi të mundshme, sepse po fjala e tij po zjen brenda. E shikojnë që kemi të bëjmë me një mbledhje që në fillim, që u mblodh më përpara egjëra. Ky është gjykimi që do vijë mbi egjërën. Tash egjëra është e frutshme,
Jo. Këtë egjër, kush e mbolli? Erdhi armiku dhe mbolli egjërën. Armiku është si luan vrumbullues, ne i citojmë ato vargje, i dimë. Ndërkohë, armiku të merri avantazh në jetën tona, në familjet tona, për shkak të gjendjes së zemrës tonë, për shkak të frikës tonë, për shkak të mos vendosjes së prioritetit në jetën tënde, që duhet të jetë shpëtimi. Nuk është prioriteti tënd të dalësh atje ku je. Gjej që ajo ku je, ja dole për asaj ku je. Okej, ja dole. Dole për asaj situatës. Je me mirë me Krijuesin? Në atë të parë? Që vallajta ka thënë gjithmonë, dhe ja kam thënë dhe të tjerëve. Ka njerëz që nuk ngrihen në mëngjes. Kush e di kur do japim frymën e fundit? Që ku ngrihem në mëngjes, gjëja e parë që unë lutem, i them, o Atin, të falinderit që më vazhdove të ma japësh frymën tënde në mushkrit time, që unë të lavdëroj me ecjen time, me urdhrimet tënde, dhe që unë të jem një mundësi për të drejtuar dikën në mbretërinë tënde, që dhe ata të shpëtohen. Dhe kështu ka vazhduar për disa vite. Konsistenca në lutje, ti si e ke stilin e jetesës tënde të lutjes? Kur ishte ere fundit që u lute? Kur ishte ere fundit që lexove Biblën? Jo vargu në telefon, po flasim të lexosh atë kapitull që e more për ta lexuar dhe vazhdon një herë, 2 herë në ditë. Okej, lere 2 herë në ditë, 1 herë në ditë të paktën. Ndërkohë, lutja të përben stilin e jetesës tënde. Leximi përben stilin e jetesës tënde të Biblës. Miksia që jemi për të mësuar urdhrimet e Tija, që i ligu të mos mbjelli egjëra në jetën tënde, në familjen tënde, sepse dikush duhet të rizgjuar. Se po të flesh, mos andaj, ç'a ndodh? Vijnë dhe mbillen egjëra, ato egjëra pastaj do japim egjëra është e frutshme dhe ajo mos ki merak. Ka frutshmëri nga të dy anët. Ti e vendos, ti do jesh i frutshëm ti. Vazhdon në këtë rast, jo, punën e mbledhjes së egjërës, mbledhja e egjërës, që ishte e para, dhe thotë Mateu 24, sepse si vetëtima që del nga lindja dhe flakëron në Perëndim, kështu do të jetë ardhja e birit të njeriut. Tani, kur vjen biri i njeriut, ti e di që do jetë mbarimi i botës, që në atë ardhjen, ai do japi engjëve, Mesia Jeshua, autoritet, shkoni, bëni çfarë në të kuqe, mblidhni në përpara egjërën, lidheni. Masandaj, këtu ka të bëjë me goditjen. Dhe pasaj thotë, do jenë ata që do shkëputen. Kur? Në ardhjen, në mbarimin e botës. Okej. Sepse ku do ketë kerma, thot aty do mlidhen shqiponja, thot, do duket, thot. Nuk do jetë një diçka, prandaj thanë që në fillim, nuk do jetë diçka që njerëzit nuk do ta dinë kur, apo ja, pse dim neve, ndërkohë thot, si ti e shikon atë rrufen, thot, që flakëron në qell, thot. Ti di, e shikon. Kështu do më shikoni dhe në ardhjen time, thot Mesia, sepse fill mas pikëllimit të atyre ditëve të shtrëngimit të madh, sa po i citovi në vargun 19 dhe mëtej, në Mateu 24, fill mbas pikëllimit të atyre ditëve, beshe fjala kush, ardhja e birit të njeriut. Por kjo fjala këtu sot është hedhur tutje. Është hedhur tutje dhe themi, fill, por përpara dhe i vendosim neve më thëndaj nyje tona, nyje që nuk mbajnë me. Ndërkohë shkrimi thot, pas pikëllimit të atyre ditëve dhe mos ndaj ti merr kuptueshmërinë. Pas atyre ditëve do vi ai. Kush janë ato ditë sa po i shpjegovi në Mateu 24 me detaje. Diell do erret, hena nuk do të japë dritën e vet, do të thotë yjet do të bien nga qielli, fuqitë e qiellit do të tronditen në ardhjen e lavdisë së birit të njeriut. Dhe atëherë thotë do duke shenja e birit të njeriut që komet e dheut do të mbajnë në zi dhe do vajtojnë, thot.
dhe do ta shohin birin e njeriu duke ardhur mbi rreth e qiellit me fuqi, me lavdi të madhe. Okej. Vargu 31 çfarë thotë? Ai do të dërgoj engjëjt e vet me tinguj të fuqishëm borie dhe ata masandaj, sepse ta tha pak më përpara çfarë? Më përpara do mbledhet egjëra. Më vonë ata engjëjt, mbasi kanë mbledhur egjën fillimisht, si ta tha, pas pikëllimit të atyre ditëve, kur ai vjen, do gjykojë egjërën. Okej, u kapën, u hodhën, u mblodhen për tu djegur. Pastaj thot, do të mbledhin të zgjedhurit e tij këta engjëll nga të katra erat. Po ta shikosh të katra erat, masën e profeti Enoku flet 3 kapitujt për 4 erat në detaje. Që sot ti dhe unë shikojmë, çfarë do 4 erat. Ndërkohë Mesia citon librin e tij. Apostujt citonin librin e tij. Juda 1:14 citon specifikisht librin e tij. Kur Mesia do vi për të gjykuar kombet dhe thot palishmërinë. Ndërkohë këtu kemi mbledhjen e dytë që janë ata që do gëzojnë jetën e përjetshme. Dhe do t'i mbledhë thot nga një skaj qielli tek tjetri thot, ka fjalën tër kombet ku janë. Dhe pastaj mund ta shikosh ti dhe shikojmë së bashku me një po më vjen në zemër, Isaia 4, Isaia 4, ku janë këto? Ku janë këto të zgjedhur? Që marrim që nga vargu më fal, që nga vargu i 4 besoj ishte? Po, që vargu 4, kur Jahwe të ketë larë shëmtyrat e bijave të Sionit, duke zhdukur gjakun nga mesi Jeruzalemit me frymën e drejtësisë, me si do ta bëj, me birin e tij, me frymën e shfarosjes, gjykimin, pastaj ta jep në Isaia 51, që do gjykojë me anë në këtë rast Mesias me ligjin e tij. Mbasi ka bërë këtë gjykimin në ardhin e birit të tij, atëherë mbas asaj çfarë do krijojë me çdo banesë, me çdo kuvende shumës, kuvendet e tij, një re tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri flakërues gjatë natës për kuvendet, mbi çdo banesë në shtrëngimin e madh. Çfarë do vendosi? Lavdin e tij si mbrojtje. Kur është e fundit që ti dhe unë mund të kishim parë këto vargje në kontekstin e dur. Në shërbes isha për pothuajse 10 vjet edhe toni mazandaj duart kudo. Ndërkohë, as preken këto vargje. Ato nuk preken, po të kalojmë në Isaia 51, Isaia 66, po lexojmë çfarë 5 po lexojmë 64 dhe 65 që flet me detaje për këtë lloj gjykimi. Dhe ndërkohë ishte një re tymi e vure re dhe një zjarr flakërues gjatë natës për të drejtuar kë të zgjedhurit, banesat e Sionit, kuvendet e tij. Sepse nuk kanë gjëra katastrofike që do ndodhin në shtrëngimin e madh. Në atë shtrëngimin e madh që para se të vijë ai, se është fill pas pikëllimit të atyre ditëve që Mesia do vijë, që do duke shenja në qiell e birit të njeriu. Ndërkohë sot buçasin media sociale me deklarime karizmatike, filozofike, masandaj, ne po presim shkëputjen, mund të ndodhi nesër, masandaj fillojnë bën ato manipulimet e AI-t, të inteligjencës artificiale, fillojnë i zbukurojnë dhe vazhdon mendjet e njeriu. As nuk lexon. Ai besimtar nuk lexon Biblën, vetëm merr prej tjetrit. Gjëra jo biblike. Një rast, pastaj sa flasin, sa dalin. Ndërkohë, ne duhet të lexojmë për veten tonë. Dhe do të ketë një çadër që do shërbejë që për të bërë hije kundra të nxehtit të ditës, në atë kohë, çik nxehtë. S'ka gjë. Kemi një çadër. Kush është çadra? Është lavdia e tij që do na mbrojë, që do jetë si streje kundra fortunës dhe shiut.
Me pak fjalë, në çdo kamp të drejtë në atë kohë, që ka urtësinë, di principet që si do të veprojë në atë shtrëngimin e madh, çfarë do të bëjë? Lutuni që ikja juaj, tha Mesia. Okay. Lavdi emri tënd o ati im për birin tënd që na jep fjalën ti dhe ai na paralajmëron që thotë kush ka sy më do shikojë dhe kush ka vesh dëgjon dhe vepron. Më thëndaj, po të kalojmë më tej, do kalojmë interpretimi, por le të shikojmë çikë Sefenian 2-3. Kemi disa kohë që se kemi prekur, por prap bëhet fjalë për atë kohën e gjykimit të madh, nëse ka ndonjë mbrojtje apo jo. Okej. Kërkoni Jahuen ju të gjithë, të kujt? Të përulurit e dheut. Nuk tha një grup personash, një komp, një pis, nuk tha një gjë, të dheut. Ju të dheut që çfarë bëni? Që zbatoni ligjin e tij. Sepse zemra për ullur, zemër urti, zemër buti, pranon urdhrimet e tij, i zbaton. Kërkoni drejtsinë, kërkoni përullsinë, se ndoshta do të jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit të Jahwe. Që Joeli 2 buçet, Isaia 5 buçet, tërë libri i Jeshaja buçet për ardhjen e Mesias dhe 1000 vjeçarin që do praktikohet ligji i tij. Isaia 2-3, nga Sioni, nga kush, nga mali që në atë kohë, masandaj do në malin e terë ku vendet do shkojnë atje, do dali ligji, thot Isaia 2-3. Tani, thamë që lavdia në këtë rast do vijë me një re tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri gjatë natës, që do mbrojë kuvendet e të drejtëve, sepse këta kuvendet e të drejtëve janë të mbrojtur në ditën e zemërimit të Jahwe, sepse zbatojnë diçka. Ti po e zbaton atë të nënvizuar, që zbatojnë ligjin e tij. E pasaj themi që ti, zemra tënde ku është? Normal që nuk e dëgjon, do ta dëgjojnë ndoshta të tjerët që të njohin, apo që njiheni. Por janë zemrat e përullura? Sepse kjo është fryma e shenjtë. Beson që ishte profeti i tij. E lejmë emrin pagan Sofonia. Që ndo Sofonia? Sefenia ishte emri i tij, sepse ka emrin e atit Jahwe, që është forma e shkurtuar, ja. Ne të vazhdojmë ne më vargu më vonë. Jemi prapë në Mateu 13, në të njëjtën kapitull ku ai foli për farën. Do ta rikthejmë tek fara, se fara është shumë e nevojshme që ti ta kuptosh. Okej. Biri i njeriut. Të lutem motër, ftoje pak, nëse ja e bën vllai, por Okej, vazhdojmë me takimin. Biri i njeriut do të dërgojë engjëjt e vet dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë paudhësi, që shkelin ligjin e tij me dashje. Ky ishte prap është prap Mateu 13. Jemi prap në Mateu 13. Dhe thotë që kur të vinë engjëjt për të gjykuar, ndërkohë janë disa që kanë mbetur gjallë, tha apostulli Shaul pali, tha që kur ne që do kemi mbetur gjallë në ardhin e tij, ne që do kemi mbetur gjallë në ardhin e tij. Tani në ardhin e Birit të Njeriut ka disa aspekte që do ndodhin. Tani si mund të themi që nuk kemi me këtu, ndërkohë thotë që apostulli thotë diçka të kundërt nga teoria e çdo lloj Big Bangu të sotëm të shkëputjes të Darwin, që ishte njeri që doli në meteorinë në 1800-ën, dhe kjo gjë u vazhduan që nga karizmatikët u përhap masandaj dhe filluan mësime të rreme të tilla. Ndërkohë shkrimi thotë
që në ardhin e birë të njeriut do ndodhi fill pas pikëllimit të atyre ditëve. Pas pikëllimit të atyre ditëve. Të ditëve që janë mundimi madh. Dhe ati, mësë ndaj vazhdon, më falë, ku ishim? Kur të vija i, engjë do mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë pa udhësi. Rregulloje veten tënde. Vamo të shqiptar. Mos vazhdo të bësh pa lishmëri, pa udhësi, thot. Udhët e atit shkelen, kjo është pa udhësia, ligji i tia shkelet. Dhe thatë të njëjtën gjë që do të hedhim në furrën e zjarrit dhe këtu po t'i jep detaje që janë disa që po bëjnë pa udhësi. Ejgjra. Jo, unë nuk jam ejgjra, vërtet. Cilet janë frutet tënde, se po flasim për frutet. Mesi ata do t'i njihni nga frutet. Frutet tona, nuk ka nevoja. Ti fshejmë se sa do që ti dhe unë do t'a fshejmë, do dali. Në një farë momenti ai fruti masane do kalbet, do mbaj erë. Ndallohet. E bën të mundur ati, në kohë të caktuara, në jetën tonë, të na nxjerrë frutat tona, kudo që je. Vllai, jesh këtu për të thënë që janë disa gjëra që ti do të rregullosh, të mos shkelësh ligjin e tij. Me dashje. Se nuk gëzon asnjë lloj të mirë se ti kshu po mbjell vetëm ejgjrën. Ndërkohë ke atë betejën, dale sepse jo, po janë gjëra që thot shkrimi. Fillon një moment frike në zemrën tënde me të drejtë që du ta kemi, fillimi i urtësisë që ne të largohemi nga paudhësia, nga palishmëria, sepse Mesia vetë tha, largoni prej meje ju që bëni paudhësi, palishmëri. Ti ke akoma betejën, tani opo ja shko, çfarë do të bëj këtu, ja kjo, s'është ky sabat, s'është kjo gjë që ti po thua. Ndërkohë, ashtu nuk po mbjell në mbretërinë. Po mbyllen skandale në atë mënyrë. Skandale përpara atit. Ajo është blasfemia. Shumë vllai ka thënë edhe shumë kur them që motër o vëlla, mos fillo punë në një vend që të thuhet të shkelësh sabatin se nuk është për atit. E vendose ti me vullnetin e lirë ta shkelësh ligjin e tij. Që duhet të ndalosh, të marrësh dhuratën e frymës së shenjtë. Ti nuk ndalon, vazhdon të ecësh në të njëjtën rrugë, në të njëjtën paudhësi. Dhe fryma e shenjtë nuk vjen tek ty, se ati nuk të jep frymën e shenjtë kur shkel ligjin e tij. Prandaj më tha mua para disa muajsh, unë nuk jap asnjërit frymën time të shenjtë që nuk është penduar nga shkeljet e ligjit tim. Ja në atë vend ku do mblidhen ejgjëra që bëjnë paudhësi, do të ketë qarje dhe kërcëllim dhembësh. Këtu qarje kërcëllim e dhembësh po flet për ferrin. Lejmë liçeni zjarrit është tjetër, jep me detaje, mësë ndaj, me hirë atë mund t'i prekim dhe sot, por jep profeti me detaje, do t'i prekim, atë 7 shtresat e qellit. Këtu po flet për ferrin, sepse si që ishte në kërcëllime dhembësh dhe në qarje, ai personi që ishte në ferr po e thoshte, mësë ndaj, të lutem, dërgo në një, atë Abraham, dërgo njëri, se të pendohen dhe ata, po nuk munden, tha, tashme gjera t'u volosën, tha, ti e kishe kohën për t'u penduar nga shkeljet e ligjit, ti nuk e bere. Por ja shikon Lazari, është këtu me mua, i tha Abrahami, dhe po presim jemi në paqe, nuk ka mundime, nuk ka kërcëllime, nuk ka qarje këtu në kompartamentin, në këtë zonën e të drejtëve që dhe Enoku e pa. Enoku e pa që këte kemi 3500 vjetë më përpara, mos themi 4000 vjetë më përpara. Atëre të drejtët do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e tyre. Të atit të tyre, më falë. Do shkëlqejnë si dielli të drejtit. Okej, me njerë neve marrim kuptueshmërinë, tashme duhet të kemi asimiluar të paktën në mbledhjen tonë në asamble këtu kush janë të drejtët. Dhe ti duhet të vendosësh nga cila anë do t'jesh. Të drejtët. Kush janë të drejtët? Të drejtët janë ata, jo që dëgjojnë ligjin vetëm, por ata që zbatojnë ligjin janë të drejtë. Dhe ata do shkëlqejnë në atë ditë, do të shfaqsohen njëre për gjithmonë. Të duhet në një farë interpretimi ty për këtë varg? Apo shikojmë që thot,
nuk janë të drejtë ata që dëgjojnë ligjin përpara Zotit. Okay, Elohim është prap titulli në hebraisht. Janë të drejtë përpara Zotit ata që zbatojnë ligjin dhe si rezultat në atë ditë do të shfaqsohen sepse kanë zbatuar ligjin, kanë besuar tek Mesia Jashua që nuk vjen në diskusion besimi tek mbreti lavdisi që sot duan ta imponojnë, duan të na imponojnë masandaj heqjen e besimit tek Mesia me çdo lloj palishmërie të tyre që masandaj për të ardhur për të njollosur robën. Nuk ndodh më vjen keq. Mos më është vonë për Satanin, për paktën për jetën time, unë lutem të jetë vonë për Satanin në jetën tënde, duke ti marrë pendimin nga shkelit e ligjit, që ti të fillosh ta zbatosh atë ligjin, që në atë ditë ti çfarë të shkëlqesh në mbretërinë e Atit Yahweh. Të shkëlqesh në mbretërinë e Atit Yahweh. Okej, dhe të shkojmë atë shkëlqimi me detaje. Lavdi emrit të Tija. Okej, le ta shikojmë së bashku shkëlqimin në detaje. Ati na ka lënë shkrimet si ata do të shkëlqejnë, në lavdi emrit të Tija në kohën e fundit. Okej, le ta shikojmë së bashku dhe unë lutem Atit ti të marrë shënime. Shënime mësimi është, unë ta dërgoj dhe personalisht nuk e dërgoj. Ta dërgoj mjafton të më dërgosh një mesazh dhe ti merr të tëra vargje, tëra evidenca të çdo lloj mësimi që unë kam bërë. Vëlla, ky lloj mësimi ma dërgon çik materialin që përdore atje të vargjeve, që unë ti marr me studim për veten time, me njërë, përgohet. Ka zemra të përulura, të uritura? Okej. Le ta shikojmë të shkëlqimin siç thamë. Profeti Ezra foli për një shkëlqim që tha që kur shumë i lartëri do përgatiti gjykimin, masandaj thot, do vazhdojnë thot disa të ecën në paudhësi, shiko tani kryen paudhësi sepse çfarë? Edhe pse i morën urdhërimet, me kishte fjalën për disa grupe që masandaj morën urdhërimet, edhe se morën ligjin, këta persona fjetën dhe Mateu 25 po flet për ata që kanë ligjin dhe 5 fjetën. Se morën ligjin, por nuk e zbatuan, thotë. Nuk i zbatuan. Dhe se morën ligjin, vepruan në mënyrë të pabesë me atë që e morën. Profeti Ezra, që citohet nga Mesia ku flet për punën e pulës, që ishte shumë me dashuri për zoçkat e saj që donte të mblidhte, thotë siç un jam, tha Mesia. Kam dashur shumë, tha, që t'u mbledh si pula që mbledh zoçka, tha, po ju nuk deshët. Dhe citovi masandaj të dytë me Ezrave 1:30. Ta jep versioni King James me një interpretimin atje thotë këtë. Kjo është citimi i Mateut 23, mos gaboj, i Mateu 23, vargu 37. 23:37 Mesia citon profetin që kemi në ekran. Por këtu kemi profeti thotë që disa persona kryen paudhësi dhe haruan ligjin, vepruan pasaj në mënyrë të pabesë. Dhe vjen gjykimi, thot, masandaj, që i lartëri ka vendosur, por këta njerëz gjendet çfarë? Nuk ndoqën rrugët e shumë lartërit dhe përçmuan ligjin e Tija. Dhe biles goditën ata që i friksohen Zotit. Normal, kemi goditje, nuk ka rëndësi, problemi është i madh, tha Mesia në Mateu 5. Se ju po përndiqeni për shkak të drejtësisë të ligjit të Atit tim. Ndërkohë ata që godasin nuk do hyjnë në shpirtat të tilla në banesat e tyre. Banesa po flot, banesat që janë përgatitur, që Mesia shkoi të përgatiste. Por pastaj këta do jenë të pikulluar, të trishtuar, të pikulluar me atë si thamë në Mateus, që tha Mateu tha. Kishin tha disa tha që masandaj ishte qarje, kërcëllime, dhembësh. 7 mënyra. Në 7 mënyra dhe jep mënyrat masandaj profeti Ezra. Mënyra e parë thot përse? Sepse po janë ata kishin numra të mëdhenj, kishin ndërtesa të mëdha, siç masandaj janë këtu tek neve apo janë miliona dollarësh, këta kanë shumë ndjekës, dolën berën. Jo. Këta persona refuzuan dhe përbuzën ligjin e të shumë lartërit. Ndërkohë që mund të kishin marrë ato banesat, por shpirtat e tillë nuk do hyjnë në banesat e tyre që këta engjëjt po i ruajnë sot e kësaj dite.
Vazhdon Jakobi 4, mas andaj po citohet tu në e dyta Ezrës 7. Thot njërin tjetër, sepse thot këta gjatë kohës që jetuan, i shërbyen thot këta të drejtit, me mundim të shumë lartit, rrezikuan rrezikun në çdo orë, rrezikun të mos keni ligjin e tij, ose goditjet apo çdo lloj shtrëngimi të madh, që këta çfarë mund të mbanin ligjin e ligjvënësit. Dhe për punën e shkëlqimit, këta çfarë? Fytyra e tyre do të shkëlqejë si dielli. Ndërkohë Mesia po citon profetin. Dhe drita e tyre do të jetë si drita e yjeve, që është të paprishme. Që nga ajo kohë dhe tutje thot për jetë. E shikon fytyrat që do shkëlqejnë si dielli? Fytyrat që shkëlqejnë si dielli? Po. Ja ku kemi. Fytyrat e të drejtëve do të shkëlqejnë si dielli. E njëjta fjalë. Më thuaj se në qoftë të se i njëjti profet u citua nga Mesia Jashua që të vllajt jep vargun, mund ta shikojmë së bashku që citon me njëre punën e asaj pulës për punë e zoçkave, që donte t'i mblidhte. Ndërkohë Mesia po citon këtu profetin Ezra 7, vargu 97. Fitovi që i drejti do të shkëlqej si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Dhe ja kur ke, janë të drejtët që do të shkëlqejnë si dielli. Lavdimi tënd o Atë. Lavdimi tënd. Pa do jemi guxim, do të jenë të lumtur pa frikë, pa konfuzion, të sigurtë, do nxitojnë të shohin fytyrën e Atij, të cilët i shërbyen në jetë, mbajtën ligjin e ligjvënësit, nga i cili do të marrin shpërblimin e tyre kur të lavdërohen. Do të lavdërohesh ti në atë ditë? Janë disa aspekte që ti do të bësh, të mos përbuzësh, do të mbash ligjin e ligjvënësit, të mos e përbuzësh atë ligj. Ja vlen shkelja e sabatit për jetën tënde? Ja vlen? Po, të nuk e di situata ja kështu. Situata? Po mbaj situatën. Mirje, prioritet ka situata në jetën tënde. Më vjen keq, po duhet të zgjoj nga gjumi i vdekjes. Nuk ka rëndësi, sepse fillove tani të dëgjosh, apo disa muaj. Unë kam dëgjuar këto gjëra për gati 25 vjet, sepse i kam mbajtur fshehur Satani. Ti ke mundësinë që tani hecësh dhe të investosh prioritetin në jetën tënde. Prandaj kur i them, domethënë dhe kur okay. Shikoj. Ku jemi? Ku jemi? Ja se. ja pastaj ja janë diku tjetër. Ja, okay, ja. Kur të vi ajo ja në atë ditë, ku do ndodhemi? Ku do jemi me Krijuesin? Ku ja do vijë? Ai. Më falë ta gjej. Në ku ishim. Okay. Çfarë të themi me? Përsëri mbretëria e qejve i ngjan një thesari të fshehur në një are, një njeri që ka gjetur dhe e fsheh. I gjen dhe i fsheh, thot, dhe nga gëzimi që ka, ai shkon jo të do vete në një vend tjetër, apo do shkoj këtu, apo do bëj këtë, apo nesër, apo si çfarë. Ai shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen atë are ku e gjeti atë thesarin. Që të mbaj thesarin, që mos e marrë atë are dikush, sepse ajo are kishte një thesar. Kush ishte? Flet për hyrje në mbretëri. Thesari? Okej, dalë të shikojmë çik thesarin. Ishin fjalë të dy, po.
Birim në rast se pranon fjalët e mia dhe i ruan urdhërimet e mia brenda teje, në zemrën tënde, duke i vënë veshin urtësisë, që po vërtet në rrugën, në kapitullin e parë ta thotë për pendimin tonë, duke e prirur zemrën ndaj kuptueshmërisë në rast se kërkon me ngulm njohurinë dhe ngre zërin për ta siguruar kuptueshmërinë, në rast se kërkon si një argjend dhe fillon ta gërmosh si një thesar i fshehur. Atëre do kuptosh principet e mbretërisë, ka filluar kuptueshmëria e frikës së Yahweh dhe ke gjetur kuptimin e Zotit të Yahweh. Por është fjala në rast se, në qoftë se, në rast se. I pranojmë neve sot në zemrën tonë? Jo në mendje, jo sepse dëgjove sot. Ka miliona persona që dëgjojnë. I kemi dëgjuar, i dimë. I kanë dëgjuar, vazhdojnë të dëgjojnë. Thot shkrimi që dëgjojnë gjithmonë dhe nuk arrijnë në kuptueshmërinë e frikës së Yahweh. Këta persona vetëm dëgjojnë, por kur nuk arrijnë në kuptueshmërinë që duhet të zbatojnë urdhrimet e atij ligjit që fillon me pranimin në zemrat tona, me pranimin. Dhe pastaj po flet për strukturën që do të vazhdojë, do t'i vesh veshin, do dëgjosh, do lexosh për veten tënde, zemra pozicionohet për të marrë kuptueshmërinë dhe në lutje, lavdiatit, dhe kërkon masandaj duke ngritur zërin, ngren zërin duke bërë pyetje, ngren zërin duke bërë pyetje në radh par atit, si ti praktikoj urdhrimet tënde, sepse ti e konsideron urdhrimet e tia një thesar të fshehur. Një thesar të fshehur. Një thesar të fshehur. Dhe ti mund të shesësh dhe të heqësh çdo gjë, të vendosur prioritetin në jetën tënde. Ke besim? Beson që Zoti Yahweh ekziston? Besoj, por nuk i besoj premtimeve të tia. Atëre, dëgjoj diçka tjetër. Hape televizorin, mos andaj dëgjoj kambre të ri të tjera. Sa të duash. Ndërkohë ti thotë, beso me gjithë zemër, thotë. Mos u mbështet në gjykimin tënd, thotë. Hiqe, thotë, shkeljen e ligjit. Mos andaj do unë veproj në jetën tënde. Këto gjëra nuk kanë ndodhur. Ne nuk i marrim hapat e kuptueshmërisë apo të daljes nga çdo gjë tjetër që ati po thotë për jetën tonë, masandaj neve vuajmë për mungesën e braktisjes së ligjit. Për këmbë të mia dritë, për shtegu